Përshëndetje, unë jam Artoni. Jam një mërgjimtar që kam ardhur në Gjermani që nga mosha 15 vjeçare. Dua ta ndaj historinë time me ju, sepse ndoshta kështu do të lirohem pak nga mërzia që mbaj brenda. Ishin vitet e vështira në vendin tonë dhe, si shumë të tjerë, mora rrugën e mërgjimit. Edhe pse isha vetëm 16 vjeç, isha djali më i madh në familje dhe duhej t'i bëhesha krah babait. Gjeta një lidhje dhe ika në Gjermani. Fillimi ishte shumë i vështirë. Nuk dija gjuhën, nuk njihja askën. Por pak nga pak fillova ta mësoj gjuhën dhe të punoj. Çdo para që fitoja e dërgoja në Kosovë, sepse familja ime vari nga ato para. Vitet kalonin shpejt. Gjeta një punë më të mirë dhe u martova, lufta në Kosovë përfundoi dhe dukej sikur më në fund po vinin ditë të mira. Fillova ta vizitoj familjen më shpesh dhe me kursimet e mia u ndërtova shtëpi 2 vëllezërve të mi. Mendova se jeta më në fund po lulëzonte. Por rahatia zgjati shumë parë. Pas disa vitesh, nëna ime vdiq. Ishte një goditje e rëndë për të gjithë ne. Por vetëm 2 javë më vonë vdiq edhe babai im. Gjithmonë kam besuar se zemra e tij nuk e përballoi dot humbjen e nënës. Pas kësaj tragjedie, mendova se ne fëmijët do të qëndronim edhe më afër njëri tjetrit. Por ndodhi e kundërta. Pas një kohe, vëllezërit më kërkuan të shkoja në Kosovë për të ndarë pasurinë e babait. Shkova, edhe pse zemra më ishte ende e rënduar. Por ajo që ndodhi atje më theu edhe më shumë. Vëllezërit e mi nuk më llogaritën fare si trashëgimtar. Edhe pse isha djali më i madh, edhe pse ajo pasuri ishte ndërtuar me parat e punës sime në mërgjim. Debati u bë i madh. Zërat u ngritën. Dhe në end vëllezërit e mi më përzuan nga shtëpia dhe rregulluan dokumentet duke më përjashtuar nga trashëgimia. Nuk më dhem pasuria. Më dhem tradhtia. Sot nuk shkoj më në Kosovë. Kam vetëm gruan dhe fëmijët e mi pranë. Ndërsa shtëpia që ndihmova ta ndërtoj sot për mua është e huaj. Dhe unë jam bërë i huaj në familjen time.